Ballën edhe për shkaqe për të respektuar religionin e saj. Kjo është kur t'je live dhe gjëra ndodhin, gjëra të bukura dhe gjëra më pak të bukura. Këtë rast, për Iqbalën, kjo nuk ishte një gjë e bukur që ndodhi në familjen e saj, por edhe një herë e cekim si produksion dhe Big Brother që burri i saj të shërohet sa më shpejt dhe Big Brotheri ta ketë Iqbalën dhe Iqbalja ta ketë Big Brotherin ashtu siç e donte. Leonora dhe Olta, dua vetëm pak të ndalën të flasim pikërisht për Iqbalën, e cila është fol dhe stërfol gjithandej në gjitha mediumet shqiptare kudo për hyrjen e saj, që është grua me mbulesë dhe të gjithë e kanë pritur se si do të gjendet ajo. Por ky rast që ndodhi sot, derisa ishte duke ardhur për në Big Brother, është një rast i rënd për familjen e saj. Unë doja toja vetëm një fjali, që Zoti zakonisht provon njerëzit e fortë dhe të mirë. Mendoj që nëse bashkëshorti i saj bëhet mirë, gjet forcën brenda vetes dhe le të vazhdojë ëndrrën e saj dhe rrugtimin e saj, pse jo. Ne më presim. Shërim të shpejt bashkëshortit të Iqbalës, me që është edhe, siç tha edhe ti, një person kogja kontrovers, urojmë që ta kemi në studio dhe në Big Brother dhe mandej do të komentojmë. Mirë, do të vazhdojmë tutje rrjedhën e Big Brotherit të këtij prajmi të parë. Faleminderit edhe një herë që po na ndiqni me kërshëri dhe në numër të madh. Një duartërkitje për gjithë ju që po na shikoni. Faleminderit edhe për gjithë ato komente pozitive që jemi duke i marrë. Na bëhet shefi shumë, ndërsa tani kalojmë në pjesën e jashtme për të parë se kush është banori i radhës që futet në këtë edicion. Jo, ti me mu, nuk dhe qa ki me nu, unë ma ti kam kalju këta filma. Jo, ti me mu, nuk dhe qa ki me nu, se meritan dinjat e mija. Jo, ti me mu, nuk dhe qa ki me nu, unë ma ti kam kalju këta filma. Jo, ti me mu, nuk dhe qa ki me nu, se meritan dinjat e mija. Që ma ki zili, që sëm po t'fili, ti ma ki zili, që sëm po t'fili. Ja le, kjo dashnia ka bobe, kjo dashnia ka bobe, kjo dashnia ka bobe, që nuk kom le me ndimo hiç.